Përshëndetje miq, uroj të jeni mirë dhe mirë se erdhët në kanalin tim. Për ju që më dëgjoni për herë të parë, unë jam Andalina nga sofra ime. Sot ju ftoj të përgatisim bashkë një nga ëmbëlsirat më të thjeshta, por me një shije fantastike. Fillojmë pa humbur kohë nga përgatitja. Do na nevojitet 600 ml qumësht. Do vazhdojmë me sheqer, kam shtuar rreth 200 gram, masën e sheqerit sipas dëshirës, varet sa të ëmbël e dëshironi, 2-3 lugë niseshte, 50 gram gjalp, vanilje dhe do ta përzijem vazhdimisht në zjarr të ngadalt derisa të trashet masa. Duhet pak durim këtu në mënyrë që ta përzjeni dhe masa të mos digjet, të mos ngjisë. Në momentin që masa trashet e largojmë nga zjarri dhe thërmojmë 3-4 biskota, kjo është sipas dëshirës. Mund të zgjidhni biskotat tuaja të preferuarat ose çfarë ju gjendet në shtëpi. E përzijem masën shumë mirë dhe vendosim në forma. Dua t'ju kujtoj se nëse jeni i ri në kanalin tim, ju ftoj të hidhni një sy recetave të mia dhe nëse ato ju pëlqejnë, mos harroni të bëni subscribe dhe të shtypni butonin e ziles. E lëm masën të ftohet, ndërkohë me 200-300 gram mana do t'i karamelizojmë me 2 lugë sheqer dhe pak lëng limoni. Unë kam zgjedhur mana të zi, por mund ta përgatisni edhe me mana të bardhë, pra si ju gjendet ju në shtëpi ose sido që ti preferoni ju. E përzijem në zjarr të ngadalt duke e përzier me ngadalë dhe do vini re që mana do të treten shumë shpejt. Dhe pasi është gati, do ta vendosim atë mbi ëmbëlsirat që përgatitëm dhe i vendosëm në forma. Unë kam shtuar dhe pak bajame sipas dëshirës dhe e lëm të ftohet edhe keni gati për ta shijuar. Si ju duket si recetë, nëse ju pëlqen kjo video, për të më mbështetur mos harroni të bëni like dhe të lini përshtypjen tuaj në koment. Nëse keni dëshirë mund të më shkruani se nga cili vend i Shqipërisë apo i botës më ndiqni. Provojini këtë ëmbëlsirë pasi është vërtet shumë e mirë. Dëgjohemi në recetën e radhës.